U njitëm sipër në kurorën plot ngjelbrim të kondrave të pallëqies për të parë më mirë Tepelenën. Tepelena e këngëve dhe historive të trimërisë, por edhe e heroizmit të ditëve tona, shtrihet në Shqipërinë jugore, në krajinën malore jugore. Ky rreth kuvizohet me 5 rrethi. Në veri me Beratin, në lindje me Përmetin, në jug me Gjirokastrën, në perëndim me Vlorën dhe veri perëndim me rrethin e Fierit. Disa konsiderata të përgjithshme gjeografike. Pjesa më e madhe e rrethit të Tepelenës shtrihet në krajinën malore të Kurveleshit. Shkolla, mjedise kulturore, institucione shëndetësore e të tjera, Tepelena është e re, i përket epokës që jetojmë. Jo vetëm si qytet, por edhe si rreth, Tepelena ka këtë portret të ri për ditë në rritje. Si për ilustrim, ja të sjellim disa shembuj. Në të gjithë rrethin, sot banojnë rreth 48.100 banor. Popullsi kjo rreth 2 herë më e madhe se ajo që ka jetuar këtu para çlirimit. 1/3 e saj mëson në për shkolla. Tepelena numëron sot 33 shkolla të ciklit ullët 8 vjeçar, 39 shkolla të ciklit lartë 8 vjeçar dhe 10 shkolla të mesme të përgjithshme profesionale. Gjashtë spitale ka sot rrethi i Tepelenës, prej të cilëve 4 në zonat e thella, Progonat, Buzë, Sinanaj, Izvor, nga asnjë që numëronte para çlirimit. Tepelenasi, si njeri i punës e i këngës, gën një jetë të pasur artistike e kulturore. Nga hiqi, sot ka 12 shtëpi kulture, 24 vatra kulture e 2 kinema, prej të cilave ajo e qytetit të Tepelenës numëron 400 vende. Ja, të qëndrojmë pak kohë me grupin artistik të shtëpisë së kulturës në interpretimin e artit bukur folklorik. Këngët janë me temë nga jeta, nga historia e popullit. Letë ndjekim më tej udhëtimin në për qytetin e Tepelenës. Ky qytet i ri, i lindur dhe i rritur në epokën e partisë, qëndron me rrënjë thellë në histori si një vend banimi i hershëm dhe i lashtë. Kjo që po ndiqni është kalaja e mirënjohur e Tepelenës. E ndërtoi Ali Pasha më 1819. Por këtu ruhen gjurmë që dëshmojnë për një histori më të hershme. Ishte një kështjellë e shekujve të 4 dhe të 6 e ngritur në këtë pikë strategjike
në kryqëzimin e rrugëve që vinin prej Drinos e Këlqyrës për në Mallakastër. Tepelena, fshat i 250 shtëpive, në vitin 1789, ranë dorë në Alipash Tepelenës, që ngriti këtu sarajet e veta. Ndërsa shfletonim dokumentet, nxorëm këtë shënim të lënë në vitin 1804 prej udhëtarit anglez William Leake. Kalaja dhe saraji i vezirit, të ndodhura mbi një shesh të ngritur, të rrethuar me shkëmbej nga ana e lumit, kanë për së largu një pamje pozante. Fshati i Tepelenës përfaqëson një fshat të zakonshëm, por aty është ngritur saraji i vezirit Ali, një nga vilat fshatare më romantike që mund të imagjinohet. Ndërsa kalon të këtej më 1809, George Gordon Byroni, shkrimtari madh anglez, do të merrte me vete ato mbresa që do t'i hidhte më pas të shkruara në veprën e tij Childe Harold. O Shqipëri, ku lindi Skanderi, këngë rinis, fanari të urtëve. Deri në vitin 1820, Tepelena mbeti rezidenca e dytë e Alipashës pas Janinës. Muret me gur, hyrjet e kullat ngrihen e qëndrojnë si dëshmi e forcës Alipash Tepelenës, sundimtarit fuqishëm në Shqipërinë Jugore, themelues i pashallëkut autonom të Janinës, kryengritës kundër pushtetit të Portos Osmane në Shqipëri. Monument kulture e historie me themelet e hershme. Po sa të tillë të rinj që i ngriti socializmi ka Tepelena. Edhe ato, historisi flasin. Ja, ky ndërtim në hyrje të qytetit është muzeu historik i rrethit. Vinë e rriten trimërit, vinë e rriten trimat, ndërsa kalon nga një epokë në tjetrën, nga një episod në tjetrin, nga një luftëtar në tjetrin. Ja, shekulli i 19, sjell burra të rrallë si Tafil Buzi, udhëheqës i kryengritësve Osman të viteve 30, Hodonica. Epika popullore këndon. O Hodo, Hodonica, i lartë si këndrevica, sa këndrevica me bor, shesh për shesh mbaj e tabor, ashtu si trimat luftojnë. Po mëtej, Bilbilejt, historia u api vend në faqet e saj të nderuara. Ishin 13 trima, e bënin një qet. Emri ju dha prej udhëheqësit të nderuar Bilbil Sakos. Ngreu Bilbil të heth litar, dale bej të drejt cigar, se nuk jam çanak me dhall, po jam Bilbili me pall. Heroizmi Tepelenës e tepelenasve e jep ngjarjet. Partia dhe populli ato i përjetëson. Ja Salaria, fshati i vjetër i përmendur qysh në shekullin e 15. Kjo shtëpi në Salari mban emrin e nderuar muze, pse lindi e rriti heroin e popullit Trimin Selam Osajin. Historia këtu na sjell në vitet 1920. 1920 i përket epopesë së madhe të Vlorës, e në këtë epope ku tepelenasit ishin mbi 2016 dëshmor, një nga figurat më të shquara ishte Selam Osaj, Trimi që mbeti në histori me aktin e tij heroik të zënies së topit nga Grika. Rrethi i Tepelenës përfshin 4 zona etnografike: Kurveleshin, Lopsin, Krasin dhe Buzin. Kurveleshi përbën një nga rrethinat etnografike më të rëndësishme. Për të mbritur në Kurvelesh nga Tepelena, do të udhëtosh nëpër këtë rrugë, midis kësaj lugine të njohur si Lugina e Bënçës. Dalëm së pari në hyrjet fshatit Bënç, në këtë ngushtisë të luginës, për të njohur me një vepër arti, urën e Bënçës.
Për vlerat ndërtimore dhe inxhinierike, ura ruhet dhe mbrohet si monument kulture. Ura Kanal, siç njihet e thuhet dhe që i përket shekullit të 19, është një krah lidhës i dy anëve të luginës. Mbi pjesën këmbësore, 3 deri në 4 metra lartësi, mbi harqet anësore, ngrihet kanali vjetër ujitës. Por kjo i përket artit ndërtimor. Le të ndjekim jetën etnografike. Me emrin e fshatit Bënç, është i njohur një nga grupet folklorike më të arrira të këngës polifonike labe. Grupi folklorik i Bënçës shkon drejt 25 vjetorit të krijimit. Vitet i japin edhe pjekurin. Mbi 300 këngë kanë krijuar dhe kënduar bënçjotët. Po të ecësh nëpër to, njëra këngë nuk i ngjan tjetrës, për fjalët e zgjedhura e për melodinë gjithnjë dhe më të bukur. Kënga Rrofsh sa moshe kësaj toke shquhet si një nga këngët më të bukura. Po si u krijua kjo këngë? Ja, ti përgjigjemi shkurt. Është një krijim kolektiv, po kolektiv, i ndërtuar fjalë pas fjale e varg pas vargu. Ndërsa njeri ja hithte, e tjetri ja priste, zgjidhej e zinte vend fjala më e arrirë. Poet, rapsod, këngëtar, si me dalt, i dhanë formë kësaj kënge. Goliku e parua me forcën e interpretimit, dervishi me shkathësin e interpretimi i gjithë grupit të Bënçës, fjalët e vargjit e zgjedhura, i tha dhe i këndoi me gjuhën e zemrës. Në jetën e vet etnografike, Tepelenasi jo vetëm këndoi, por edhe krijoi. Kush nuk i njeh shtrojet e Tepelenës, të punuara prej leshje të shquara për ngjyrat, motivet dhe teknikën. Në Tepelen shohim formën më të hershme të sigjandeve. Prej sigjandeve me gjufka të rralla, u punuan më pas sigjande me gjufka shumë të dendura. Fijet janë të nxjera e ngrihen deri në 1 centimetër mbi sipërfaqen e shtrojes. Sigjandet e labris punoheshin të vogla, pse përdoreshin për stolisjen e 2 këndeve të vatrës. Ecim në për luginën e Bënçës. Karakteristik dhe e veçantë në të gjithë vendin është rritja e misrit me shkallëzime në të 2 anët e ngastrave. Bënçjotët janë nikoqirë të tokës. Nikoqiri janë të gjithë Tepelenasit, se relievi malore kondrinor ja ka kursyer tokën. Ndaj çdo pëllëmb tokë, ata e punojnë me kujdes, hapin toka të reja. Në të gjithë rrethin, sipërfaqja e punueshme është rritur mbi 13.400 hektar. Shifër kjo disa herë më e madhe se ajo e para çlirimit. Prodhimi i përgjithshëm bujqësor i rrethit është rritur 2-3 herë në krahasim me vitin 1960. Këtu do të përmendim se kulturat kryesore janë gruri e misri.
por tepelenësit janë të përmendur edhe për prodhimin e patateve, për frutikulturën, për prodhimin e ullinjve. Ja dhe Kurveleshi, 700 km², malësi e dalluar për tiparet e saj fiziko-geografike. Përveç Tepelenës, ajo shtrihet edhe në rrethën e Vlorës, Krishtlindta, ndër të cilat pëlqeshin më shumë dhënd dhe më pak dhit. Siç thot një fjalë urtë, labi e një delen për qime. Kurveleshasit janë blegtor të Zot. Dashurinë për delen Bariu e ka të madhe, ndaj jo rastësisht ato e gjejmë personazh të këngëve të Lambris. Delja, bejk e me këmbor, më thonë se je beronj. Dhe një tjetër. Bejk e bardh, bore malit, ti je, ilaçi çobanit. Këtu përhapim një parantezë. Jo rastësisht, një nga mjekët veteriner dhe mikrobiologi i njohur në fushën veterinare dhe mjekësore ishte Bilal Golemi, doktor i shkencave nga fshati Golem i Kurveleshit, vendi një tradite të lashtë blegtorale. Ai u bë i njohur si shkencëtar me aftësi të shquara krijuese, dietar që kërkimet dhe eksperimentimet shkencore i lidhi me praktikën, me jetën. Stani, me poezinë e ëmbël baritore, është një jetë më vete midis këtyre maleve. Çdo bari ka përvojën për mbashtrimin e blegtorisë. Deles i duhet marrë sa më shumë qumësht, lesh, mish, por ajo do kujdes, s'duhet lodhur baktia, edhe ujin e kripën e do në kohë. Edhe kullotat të jenë pa fera e pa driza, e mbi të gjitha të hash pak e nga pak e me radhë. Ndërtimi i lerave me ujë të pishëm, përmirësimi i kullotave dhe krijimi i atyre të kultivuara, i kanë dhënë dorë mblegtorisë, vetëm do bërë kujdes me to si një koqir i mirë. Të bëhet kujdes për të shtuar prodhimin e misrit për silazhe koncentrat, të përgatisim në kohë silazhin pranveror, grumbullimin e barit dhe ushqimeve të tjera për blegtorinë. Në rrethin e Tepelenës bizotrojnë dhënd, por rriten edhe dhite lopët. Ka komplekse për rritjen e shpendve, si dhe bletari të zhvilluar. Kurveleshasit, por edhe zonat e tjera, janë përveshur punëve të mëdha për të shtuar bazën ushqimore e për të mbajtur më shumë krerë në kullotat ekzistuese, me synim që nga blegtoria të sigurojnë 50 deri 60% më shumë të të ardhurave. Kurveleshi i sipërm është një pllaj 921 metra mbi nivelin e detit, i qarë prej lumejve malor Nivica dhe Gura e Progonatit.
Natyra e Kurveleshit është tepër e ashpër dhe në të njëjtën kohë shumë e bukur. Këtu natyra shqiptare shfaqet me kanjonet e saj madhështore, qindra metra të thellë. Por Kurveleshi është vend jo vetëm i bukurive natyrore, por edhe i pasurive nëntokësore. Nëntoka është e pasur me fosforite, shkëmb sedimentar i përbërë nga fosfate e që përdoren për prodhimin e plerave kimike. Gusmari është një nga vendburimet më të rëndësishme të vendit. Prej këtej, minerali merr rrugën për të përpunuar në fabrikën e pasurimit fosforiteve në qytetin e Memaliajt. Ja, të largohemi për pak çaste nga Kurveleshi. Kjo është fabrika e mjellëzimit të fosforiteve. Ky është Memaliaj, qyteti i dytë i rrethit të Tepelenës. Për Memaliajin nuk ka asnjë bazë krahasimi, se ai u ngrit krejtërisht si qyteti i minatorëve. Nëntoka kërkonte punëtor, e ata zbritën dhe erdhën nga fshatra të rrotull, këtu në këtë vend, në bregun e majt të lumit Vjosa. Krijuan nga themelet qytetin e tyre, që duke u rritur, do të arrinte shifrën 5500 banor. Viti 1946 shënon kohën kur nisi të marrë rrugë miniera e Qymyrgurit të Memaliajt. Të parët ishin 20 punëtorë, të gjithë të rinj, por u rritën nëpër vite, u bën burra, mjeshtrat dhe specialistët e mineralit për të gjithë të tjerët që erdhën më pas. Miniera e Qymyrgurit të Memaliajt, ndërmarrje heroine e punës socialiste, shfaqet si një nga minierat më të mëdha të Qymyrgurit të tipit lignit në Shqipëri. Sot ajo jep mbi 35% të prodhimit Qymyrgurit të Republikës dhe minerali i saj është i njohur për fuqinë kalorifike që shkon nga 6000 deri në 6500 kilokalori për kilogram. Kundrejt vitit 1950, nxjerrja e Qymyrgurit në vitin 1960 u rrit 7 presje 6 herë dhe në vitin 1982, 32 presje 7 herë. Në vitin 1986, kundrejt vitit 1982, u rrit 10 presje 8%. Miniera e Memaliajt u kthye shumë shpejt në një shkollë e ndihmëse për minierat e tjera me specialistë e punëtorë të kualifikuar.
Në krah minierës ngrihet fabrika e pasurimit të Qymirgurit. Dhe tani, le të kthehemi përsëri në malsinë e Kurveleshit. Labi, historinë e tij e shkroi me këngë. Kurvelesh, o guri that, trima burrat, trime gratë. Kurveleshi i epokës që jetojmë ka përveshur lërët. Këtu janë vendosur fshatrat e Kurveleshit të sipërm: Lekdushi, Progonati, Nivica, Gusmari, Regjini. Si ishin dikur banorët e këtij vendi? Një këngë vjetër thot: I ziu që kur kam lerë, yz me qarë derë më derë, një këmish se kam blerë. Një mjerim shekullor e revolt e mbledhur në shekuj që shpërtheu me forcë në vitet e zjarta të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Kurveleshi u bë një vatër e zjartë e luftëtarëve të lirisë. Më 1 prill të vitit 1942 u formua në Gusmar qeta e parë e Kurveleshit, e një ndër qetat e para të vendit. Më 28 nëntor të vitit 1942 kreu aksionin kundër nën prefekturës së Gusmarit, që nga jo kohë Kurveleshi mbeti zonë e lirë. Më se 6 operacione ndërmorën armiqt në Kurvelesh, por asnjëherë se përullën dëshirën për liri të këtij populli. Një përjetësim i atij heroizmi e simbol trimërie e frymëzimi për brezat është ky monument. U përurua këtu në afërsitë fshatit Progonat në vitin 1986 si monument për dëshmorët e Krajinës, ku prehen eshtrat e 107 bijve dhe bijave që dhanë jetën e tyre për çlirimin e atleut. Ky obelisk është përjetësimi i atij kujtimi dhe asaj vepre të lavdishme. Kjo është dhoma e lavdis, ngritur pranë varrezave, ku janë vendosur fotografitë e të gjithë dëshmorëve, si dhe libri i nderit me jetëshkrimet e tyre. Nderimi dhe respekti më i lartë për të rëndët. Ja, mbi Tepelen, varrezat e dëshmorëve të rrethit. Janë gdhendur, si të thuash, mbi qilimin e gjelbër të kondrave të Pllaçies. Janë 268 yje, një faqe heroizmi të krahinave të Tepelenës. Poshtë qëndron Tepelena e në qendër të saj 3 buste, 3 figura, 3 heroj të shquar, trimat e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Asim Zeneli, heroi i popullit nga Progonati i Kurveleshit, vjen i pari. Me fytyrën drejt grykës së Mezhgoranit, duket sikur i tregon brezave vendin ku ai ra heroikisht kundër forcave të shumta fashiste. Ja, Mustafa Matohiti, nga Lekdushi i Kurveleshit. Veteranëve u vjen ndërmend heroi i popullit e komisari i qetave të para partizane, si një gojtar i shkëlqyer që propagandon në masat e gjera të popullit të Krajinës së Kurveleshit, Tepelenës, Përmetit, Gjirokastrës e Sarandës, vinin e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Populli e quajti Bilbili i Lambris dhe në këngë shkroi "S'le ka tund pa vajtur, ka solle shtëpi". I treti, heroi i popullit Abbas Shehu, nga fshati Bënç, veprimtar i shquar i lëvizjes komuniste dhe i luftës antifashiste nacional çlirimtare, komandanti i grupit partizan të Vlorës 1943 dhe më pas komandanti i brigadës së 5 të ushtrisë nacional çlirimtare, detyrë të cilin nuk arriti ta kryente, pasi ra heroikisht në përpjekje me armiqt më 4 dhjetor 1943 në gjorëm të Vlorës. Le të lëmë historinë e t'i shohim bustet si vepra arti që pasurojnë dhe e plotësojnë mjedisin e qytetit të Tepelenës, qytet i ri, qytet i freskët, me njerëz të rinj,
plot jetë e që japin qytetit gjallërinë e kohës. U larguam nga Tepelena dhe ndalëm në udhëtimin e fundit pranë ujit të ftohtë Tepelen. Është një nga pikat turistike më të bukura të vendit. Janë burime karstike që dalin me rrëmbim në bregun e djathtë të Drinos, me një prurje që edhe në ditët e verës shkon 100 deri 150 litra në sekond. Sot, ky vend me peizazh tërheqëse burimet përreth, me ndërtimet e lokalet, është shndruar në një nga vendet më të bukura për shlodhje në rrethin e Tepelenës.